Librazhdi përjetoi një moment të veçantë kulturor teksa në hollin e Pallatit të Kulturës Sadi Halili u çel ekspozita kolektive Ngjyra pranverore, një aktivitet që vuri në qendër fuqinë krijuese të artistëve vendas dhe gjallërinë e artit pamor në qytet. Në këtë ekspozitë u prezantuan 50 punime artistike të realizuara nga piktorët më të njohur librazhdas, duke sjellë një shumëllojshmëri stilesh dhe teknikash, nga peizazhet pranverore plot dritë ngjyra, te kompozimet moderne dhe punimet me karakter simbolik. Çdo vepër ishte një reflektim i ndjeshmërisë artistike dhe përvojës krijuese të autorëve. Mes emrave të spikatur që kontribuan në këtë ekspozitë ishin Gëzim Hidri, Edmond Rira, Arben Kurti, Gëzim Qoshku, Bardha Alimeta, Zana Rupulli, Adelaida Kryemadhi, të cilët me stilin dhe identitetin e tyre artistik i dhanë një dimension të veçantë këtij eventi. Sot hapet ekspozita në Librazhd me artistët, domethënë që ka gjithë krahina jonë. Është një ekspozitë e këndshme, domethënë pjesëmarrja e artistëve, sidomos në këtë ditë të sotme, është diçka jo e rëndësishme, por e domosdoshme, për arsye që njerëzit të heqin pak vëmendjen apo të largohen nga gjithë kjo zamahalli që ka zënë them edhe botën, po sigurisht edhe Shqipëria, domethënë që është në tensionet e kësaj historie që jemi më në kësaj kohe. Po gjithsesi, Miljan, unë në këtë ekspozitë jam paraqitur me 2 piktura. Kjo është bërë në 95-ën, kurse ajo është bërë në 98-ën. Faktikisht këtë si pikturën e kam pasur bocet që u kam qenë student në Institutin e Lartë të Arteve, bile atëhere edhe unë ndërshkruam çik titulli i kësaj pikture është se sa më e kufizuar ka qenë horizonti për mua, aq më plasaritur më zhduk toka. Po çuditërisht sot jemi në 2026 për shembull, edhe vërtet me fjalë që toka po plasaritet me fjalë me luftrat që bëhen, siç është në Iran apo në lindjen e mesme. Një vëmendje veçantë u kushtua edhe pjesëmarrjes së vajzave të reja dhe të talentuara, të cilat sollën një frymë të re dhe dëshmuan vazhdimsinë e artit në brezat e rinj. Ekspozita u shoqërua edhe me një sesion diskutimi dhe një bisedë të hapur mbi artin, ku artistë dhe dashamirës të artit të ndanë ide dhe mendime mbi zhvillimin e artit pamor.